SPAK në bashkëpunim me antimafian italiane dhe Europol realizuan mega operacionin në të paktën 4 qytete të Shqipërisë. 52 persona vënë akuzë ku 40 ju komunikua masa. Kreu i SPAK Altin Dumani thekson se bëhet fjalë për një nga grupet më të fuqishme kriminale. Se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri. Ne thamë janë ekzekutuar 42, 10 nuk janë ekzekutuar. Nga ata 10 që nuk janë ekzekutuar, 2 kanë qenë dhe më përpara në kërkim për krime të tjera. Në 10 persona që u shpëtuan prangave, 2 ishin shpallur më herët në kërkim, por në konferencën e përbashkët për mediat u tha se nuk ka dekonspirim. Pjesë besimit, ashtu si shtetësoj dhe zotit Dumani, ne fatikisht policia e shtetë është në dinin time 13.000 e më shumë persona, ka njërës shumë të ndeshur, ka njërës që kanë sakrifikuar çdo gjë për këtë vend, dhe nuk mund të përbajti ne as me 1, as me 2, as me 10 mes policie të përfshirë. Të dhënat e hetimit kanë nisur nga viti 2020 dhe ku janë përdorur të dhëna në skajsi si dhe përgjime. Ka drejtoria e antimafjes dhe prokuroria e Barit janë administruar të dhënat të platformës së kriptuar Sky si par kanë rindërtuar dhe kanë paraqitur para hetimit një panoramë të qartë të organizimit të gjithë të grupit strukturar kriminal. Trafiku në sasi të mëdha të drogës niste nga Amerika Latine, mëtej në Itali dhe në shtetet të tjera të Europës. Gjithsej janë sekuestruar 30 episode të trafikim të lëndë narkotike në Itali. Abbiamo 30 episodi di traffico di narcotici in Italia. Dhe më pas 10 episode tjera në Shqipëri, e 10 episodi in Albania, në Holland dhe në disa vende tjera të Bashkimit Evropian. Nga asetet e sekuestruara janë 3 pasuri restorante në Durrës dhe një bar kafe, po ashtu në administrim të shtetit kanë kaluar 6 shoqëri dhe një televizion në Vlorë.